Çka është Shami, vllazni? Shumica e ndodhive nahiri zaman ka mendon në tokën e Shamit. Edhe dalja Imam Mehdiut ka mendon në Sham, edhe zbritja e Isës a.s. ka mendon në Sham, edhe vrasja e Dejjalit ka mendon në tokën e Shamit, edhe vrasja e Yejjuj me Gjujve ka më unis për tokës e Shamit. Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlah, tha Allahu Teala, e kem dërguar Mesjidi Aqsa, rrethin e cilit e kemi beku. Shumica e komentatorëve të Kur'anit thanë që ky pjesë e ajetit, rrethin e cilit e kem beku, është fjala për Shamin, se është tokë e beku. Shami nuk ka vetëm Siria e sodit, se ne kur themi Sham, nën kuptojmë kryesisht me fjalën për Damaskun. Populli jon tregtar që i ka pas të parët tonë, kur e kanë përmend Shamin e kanë mendu vetëm tokën e Damaskut. Damasku është qendër e Shamit dhe qendër e ndodhive në akhir zaman, sikur që do të ceki pak më vonë. Mirë po Shami është tërsi gjeografike më e gjerë, që në fjalorin e kushteve kur jam duke folë sot, në aspekt gjeografik përfshin teritorin e Sirisë së sodit, Libanit të sodit, Palestinës së sodit, me tokën uzurpume prej Izraelit, përfshin edhe një pjesë të Turqisë, deri në lumin e Eufrat. Kjo tokë e Shamit. Shkon në jug, deri në qytetin e Mehanit, në Jordaninë e sodit, po ashtu Jordani është prej Shamit. Shkon në jug deri në qytetin Mehan, një pjesë e cilit është Hijaz. Shkon me Syedhesën Arabe dhe pjesa tjetër mbetet me Shamin. Shkon në anën tjetër deri në kufi me Egjiptin dhe deri në detin e Kuq. Tokë e bekume. Ndodhit e ahiri zemanit sillen në atë tokë të bekume. Kur banorët e asaj toke nuk janë tamam, mos u habitni me ne edhe me vende tjera kur si janë tamam. Resulullah s.a.s. kishte pa natën e Mirajit, kishte pa dy melek të cilët bartin një shtyllë të dritës dhe i pyeti ç'është kjo, ku po e dërgoni? Thanë kjo është amudul Islam, shtylla e Islamit, po shkojmë me emjell në Sham, kur nuk mbetet Islam, tjetër kahë në Sham do të ringjallët. Dhe ka deshtë Allahu Teala që në atë tokë të Shamit me shku shumë bashkombas tonë. Gjyshnit tonë të nderuar vëllezër musliman, kur kanë bë hijret, kur e kanë shu vatanin, nuk e kanë shu hatri i barkut, hatri i standardit, hatri i gjepit, për me pas një standard më të mirë. Po kur e kanë shu vatanin, e kanë shu hatri Allahit Azza wa Jall, kanë bë hijret prej tokës së kufrit në tokë të dinit. Kur kanë pa në kohën e zogut se po vjen një pushtet laik ku s'ka me pas më liq të Allahut mas daljes Osmanlive, e kanë shu tokën e vendlindjes tëne me zemër të thyt dhe kanë shku drejtën në Sham, se e kanë ditë vlerën e Shamit. Dhe Allahu Teala ka dash që pra atyne hoxhallarve si Shekh Nuhiu, hoq Shkodre, i cili ka qenë imam i Shkodrës, me dal muhaddithi, alimi i alimave të shekullit në 100 vjeçin e fundit, a ishte Muhammed Nasruddin al-Albani. Shekh Albani, që s'ka kush në fytyrë tokës që merr vesh në ilm të dinit, në ilm të hadithit, që nuk e pranon autoritetin. Po ashtu ishte edhe baba i Shekh Shuaib Arnautit dhe baba i Shekh Abdul Qadir al-Arnaut. 3 muhaddithinët më të mëdhej të shekullit janë, falenderojmë Allahun Azza wa Jall për kësaj tokë. Shekh Abdul Qadir është kosovar, është i anës i Stogut, ndërsa Shekh Shuaib Arnauti dhe Shekh Albanit që të dytë janë shkodran. Dhe për i treve, Shekh Shuaib Arnauti është ende gjallë, vitin e kaluar që në Kosovë dhe u nderu Kosova me vizitën e tij. Ku morën ilmin? Në tokë të Shamit. Ku mbrojt hadithi në tokë të Shamit,
se kështu e quajti Resulullahi sallallahu alaihi wasallam këtë tokë, dhe tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, kur nuk do të mbetet din në plot kuptimin e fjalës, jo musliman që i than vetit musliman, Allahu ka me rikthy dinin në tokën e Shamit. Është tokë që e quajti Resulullahi sallallahu alaihi wasallam aqar daril mu'minina bisham, vendi mu'minëve i besimtarëve në ahiri zaman është në tokën e Shamit. Hadithin transmeton Nesai dhe Ahmedi dhe përmendi Sheikh Albani në silsilet e hadithe sahiha me numër ndor 1935. Është tokë që Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën sahabët pas vdekjes tande, ja Rasulullah, ku na thu me jetu, ose kur ju përmend të ahiri zemanin, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet dita e kiametit derisa nuk del një zjarr nga ana e Hadramautit, Jemenit të sodit, që kam ju shty juve. Tha në atë dit, nëse e mrim atë dit, ku me jetu neve, ja Rasulullah? Dhe pejgamberi sa me gisht tregoi drejt Shamit dhe tha aleikum bishami, në ju është që drejtohen i drejt Shamit. Këtë ban gjysh në tonë, kur panë se u prish dini, ikën tokën ku Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam tha aleikum bisham, shkoni në Sham, e pastaj ne bani dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam për banorët e Shamit, dashuri Allahut, Allahumma barik lana fi Shamina, Allahumma barik lana fi Yemenina, qalu wa fi Najdina. Tha o Zot, bekoje Shamin ton, o Allahu im bekoje Yemenin ton. Edhe Shamin, edhe Yemenin bani dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa fi Najdina, than edhe Najdin ton. Najd është quajt Iraku i sotshëm. Tha pejgamberi alayhis salam, Allahumma barik lana fi Shamina, Allahumma barik lana fi Yemenina. Zot, beko Shamin ton, beko Yemenin ton. Qalu ya Rasulallah wa fi Najdina, bën dua edhe për Irakin ya Rasulallah. Qala Allahumma barik lana fi Shamina, Allahumma barik lana fi Yemenina. Zot, beko Shamin, o Zot, beko Yemenin ton. Qalu wa fi Najdina, edhe Najdin ya Rasul, edhe Irakun. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunalika az-zalazil wal fitan, pra asaj toke do të dalin, tha, termetet dhe fitnet. Tjetër, wa biha yutla qarnu shejtan, hadithi e transmeton Sheikh Albani, e ka përmend në hadithet e sahiha me numër ndor 224. Por si toka e Shamit është toka e bekume dhe në të gjendet grupi i shpëtuar. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Në ummetin tim kur s'ka me una se ekzistuar një grup i cili ka me zbatu urnat e Allahut Ta'ala. La yadurruhum man kadhabahum. Nuk kam ju bo zarar, s'kan me i dëmtu ata që kan me i përgënjështru. Kimu që mi thonë njëri që kjo është bidat, që kjo është haram, nuk bën që lene më singoni se po rran, nuk ju bën zarar këta njerës, ka thë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wala man khadalahum, e as ata që i nënçmojnë, s'kan me mund me i dëmtu këta njerës. Sot muslimanit nënçmon për shkak shamis, nënçmon për shkak mjekrës, nënçmon për shkak veshjes, nënçmon për shkak namazit, nënçmon dhe të ofendon, ndoshta edhe shallkan kry dhe e bën këtë dëgjallëk, këtë punë të nënçmimit. E tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, këta s'kan me mund mi dëmtu këta, hatta yati amrullah, deri sa të vijet caktimi i Allahut azza wa jall, wa hum ala dhalik, e deri në ditë kiametit ka me pas grup njerëzish të cilët kanë me punu me Kur'an edhe me sunnet. Dhe sa sahabia Muadh ibn Jabal tha, wa hum bisham, qendra e këtyne do t'jetë Shami. Qendra do t'jetë në Sham, sikur që e dim në hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa inna Allah azza wa jall qad takaffala li bishami wa ahlihi, se Allahum ka garantu mu për Shamin dhe banorët e saj.
Garancë ka marrë për Allahut se iman ka me pas në tokën e Shamit. Në tokë të Shamit janë vendosura kriht e melaqeve të Allahu Teala, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba lish-Shami, tuba lish-Shami, hadithin e transmeton Imam Tirmidhi dhe është hadith hasan sahih, sikur që përmendi Sheikh Albani në sahihat e tij me numër ndor 503. Lum për Shamin, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E pyetën sahabët Zeid ibn Thabit dhe I tha: "Ma balu Sham, ç'është puna e Shamit?" Shami kur po flet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ishte ende në dorë të kafirëve, në dorë të bizantinëve, nuk ishte në dorë të muslimanëve. Nësa pejgamberi alayhis salam e lavdonte tokën e pejgamberëve të Allahut Teala, tokën e Isës alayhis salam. Letnin këta islamofobat dhe këta krishterët që kanë urrejtën ndaj islamit dhe muslimanëve, që u mytë të i thonë vajzave me shamia dhe djemve me mjeka dhe muslimanëve, hupni shkoni të Arab, shkoni atje në Arabi. Edhe Isau alayhis salam akon në Arabi, në tokë Palestinës, Betlehemi, Beit Laham, është Palestinë. Edhe qifut e kanë në Palestinë, toka është e bekum. Edhe jahudit, edhe krishterët, edhe muslimanët I kanë pas pejgambert e tyne në atë tokë. Dhe kibla muslimanëve s'pari ishte drejtu me drejt Shamit, pastaj për umetin tonë u drejtu drejt Qabës. Për m'ju tregu jahudive se ma nuk jinit për gdhelurit e Allahut Teala, se meritoni ma rahmetin Allahut Azza wa Jall, se ju jini tash të nënçmu dhe Allahu urren juve. Dhe sa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, lum për Shamin. Pse ja Rasulullah, tha: "El malaikatu basitu ajnihatiha ala Shami." I kanë shtrin krihtë e tyne melaqet mbi Sham. E melekt kur ta rujnë një vend e rujnë. S'ka mundësi shirku dhe kufri më u rikthy edhe një herë në tokën e Shamit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tregoi se do të ndodhin lufta të mëdha, krishterët e dinë një luftë dhe I kanë bërë dhe filmi vitet 90. E keni parë një e din, filmi Armageddon. E përmendin dhe e kanë filmin. E Reagani ish kryetari I Shtetit Bashkuar të Amerikës pa të thonë gjenerata e fëmijëve tonë do ta shohin këtë luftë. Dhe sa hadithet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar se kjo luftë quhet al-Malhamatul Kubra, kasabhania e madhe. Dhe kjo do të zhvillohet në periferi të Damaskut, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në vendin e quajtur Ghuta, është tamam periferi e Damaskut, cilën e lavdoi atë vend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe I lavdoi banorët. Ka pejgamberi alayhi salatu wassalam, Yawmul Malhamatil Kubra Fëstatul muslimin bi ardhin yuqalu laha al-Ghuta. Muslimanët më të mirë fytyrë tokës do të jenë në atë vend, atë ditë, në vendin e quajtur Ghuta, fiha medinatun yuqalu laha Dimashq. E aty është edhe një qytet emri I cilit quhet Damask, Dimashq në gjuhën arabe, khayru manazilil muslimina yawma idin, vendi më I mirë, vendbanimi më I mirë I muslimanëve. Ajo që duhet dim është, Allahu e di më mirë, se ka gjasa kjo gjenerat me arrit që to që jam të I folë sot këtune. Kër I kanë thonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, kur do të del Dejjalli ja Rasulallah, ka thonë kur nuk folet në për mimbere për tëne. Jam I vetëdijshëm se sot jeni tu që di qa u zut, që ky laf sot, që ky muhabet, se s'folet për tëne. Po është rënë për me I përkujtu një tjetrit se Imam Mehdiu do të dele në fytyrë tokës me mush drejtësi, kur do të jetë e mbushur për plot pa drejtësi. Dhe dalja e tij, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do të ndodhe masi të pushtohet Iraku, masi të pushtohet Shami. Than prej kuja Rasulullah ka mu pushtu? Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për Irakun prej agjemve, për Shamin prej romagve, prej perëndimorëve të sodit. E pastaj tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamber alaihi salatu wassalam, wa udtum min haythu bada'tum, wa udtum min haythu bada'tum, wa udtum min haythu bada'tum. 3 herë përsëriti mas këtyne rrethimeve, këtyne luftave. Këtu është poenta e dersit.
do të ktheheni çysh e keni nis. Do të ktheheni çysh e keni nis, do të ktheheni çysh e keni nis. Keni më u kthy Kur'anit dhe Sunnetit. Allah na mundsoft kthejmë Kur'anin dhe Sunnet.